Udhëheqës dhe anëtarë të partive politike për ndirë të fesës së Kurban Bajramit kanë vizituar Bashkësinë Islame Dega në Gjakov. Ata janë pritur nga i pari kësaj bashkësia Ahmet Efendi Hoxha. Në emër tonin, po të njëjtën kohë dhe në emër DEX, Partisë Demokratike për Komunën Gjakovës, vim përmes juve në këtë rast, përmes Bashkësisë Islame, të urojmë festën e Kurban Bajramit juve dhe gjithë qytetarëve të komunës tonë. Në njëjtën kohë dhash Zotit që tjetë ditë shembull për mirëkuptim, dashuri, harmoninë mes njerëzve. Ne dim se kjo është festë sakrificë, vetjeta është sakrificë, edhe mendoj që gjithë ne duhet mundohemi që çdo ditë të japim shembuj të mirë, po në këtë ditë veçantë të mundohem të japim shembuj më shumë të mirë për njerëzit edhe për gjithë shoqërinë. Prit që t'ju edhe gjithë ne me gëzime, por gjithmonë të përgatitur e që nga që mi dhona ato të cilat gjithmonë është prit për nesh, mirësin, ndihmen, popullit, se të mos aty në skamnorëve. Edhe inshallah ndonë Zoti për çdo ditë do të bëhet më mirë, unë kam besim shumë të madh se edhe populli është kthy. E për ditë po kthehet, ka e vërteta, ka e mira, ka mirësia. E kjo është një e mirë shumë e madhe për ne. Është edhe ndihma për institucionet që e kanë pjesën shpirtërore që një ju. Ajo ndihmë nuk ka nevojë tonë të mund financiare, por të mund mbështetje e pastër që njerëzit me kuptu që ka një farë lidhjen mes të institucioneve shpirtërore dhe institucioneve politike që e kanë kushtimisht edhe me shpenzu parë. E di e kom thonë edhe herën e kaluar, por nuk ka tepër kur mi thonë edhe një herë që në Gjakov ekziston kjo lidhje, ekziston ky kuptim, ka një herë edhe pa pas nevojë me folë e kuptojmë rolin njëri tjetrit, edhe na duhet juve si Bashkësi Islame me ju falenderu për rolin që jeni tu luajtur në komunitetin e Gjakovës. Unë besoj që ky raport mes neve dhe juve personalisht dhe bashkësisë në përgjithësi ka qenë dhe është i domosdoshëm edhe për qytetarët, por edhe për një perspektivë më të mirë të vendit e sidomos të Gjakovës. Me urimet më të sinqerta dhe të përzemërta për gjithë besimtarët, në një festë që në qendër ka sakrificën, por në një kohë kur përpjekja për barazi është më e nevojshme se asnjëherë më parë, natyrisht që shpresojmë që për te një riti fetar sakrifica të jetë një virtyt që duhet kultivuar gjatë gjithë kohës dhe jo në mënyrë vetëm simbolike. Është një festë e madhe, është festë që gjithë dhe shpirti na gëzon dhe dharë Zoti të jenë sofrat plot edhe aty ku ka nevojë të ardhmen. Dhe mendoj që duhet punohet në çdo minutë, në çdo sekondë, ditë e natë, që Allah të ne mësojmë që në këto festa sidomos të mëdha barëm ta kenë sofrën plot. Në emrin timin personal dhe DEX nismës dhe gjithë bashkëpunëtorëve ju urojmë festën e Kurban Bajramit, juve dhe gjithë qytetarëve. Festa e Kurban Bajramit karakterizohet me sakrificën, me dashurinë, me humanizmin mes njëri tjetrit. Uroj që ky Kurban Bajram të jetë një urë bashkëpunimi në mes të gjitha kategorive në vend, sepse jemi duke u ballafaquar me situata të ndryshme që duhet një unitet i përgjithshëm për të kaluar disa kriza me cilën po ballafaqohet si shtet dhe si shoqëri përgjithësi gëzuar. Ju urojmë festën e Kurban Bajramit me gëzim, me harmoni, me gjitha të mirat edhe në të ardhmen. Po ashtu ju personalisht dhe gjithë Bashkisë Islame. E kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame ka falendëruar të gjithë pjesëtarët e partive politike për vizitën dhe urimet që kanë bërë në këtë ditë festa. Ne si Këshilli i Bashkësisë Islame kemi një bashkëpunim të mirë me gjitha partitë politike të cilat veprojnë në komunën e Gjakovës. Me këtë rast unë dëshiroj që në emrin tim personal dhe në emrin e Këshillit të Bashkësisë Islame të falenderoj gjitha
partitë politike që erdhen dhe urun me rastin e festës së Kurban Bayramit. Ne premtojmë që angazhimi jonë si Këshilli i Bashkisë Islame në kuadër të bashkëpunimit me gjitha partitë politike nuk do të mungon për asnjë moment dhe do të mundohem që edhe obligimet të cilat dalin për Bashkinë Islame do t'i kryejmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Bashkësinë Islame në Gjakove kanë vizituar edhe shoqata intelektualëve Jakova, si dhe drejtoria e Policisë Rajonale në Gjakov me në krye komandantin Kris Gjokaj.